Deputeti i Partisë Demokratike Belin Kolliçi ka dhënë një reagim për CNA pas deklaratës së biznesmenit Begjet Pacolli lidhur me projektin e aeroportit të Vlorës. Kolliçi tha se Pacolli ka pranuar atë që ai deklaroi, faktin se nuk ekziston asnjë studim i kryer për fluksin e pasagjerëve të pritshëm në këtë aeroport. Deputeti i Partisë Demokratike tha në reagimin e tij se në asnjë vend me demokraci të konsoliduar nuk ekziston një kontratë e tillë. Mëtej ai shtoi se nëse Pacolli zotëron një kontratë të tillë është i lirë ta bëjë publike. Pacolli ka konfirmuar atë që them unë, nuk ka asnjë studim që të jetë kryer për fluksin e atij aeroporti. Ndaj deri atëherë unë i mbetem strikt kushteve të kontratës që do të paguajmë për një minimum numri pasagjerësh. Nuk di të ketë një kontratë të tillë në asnjë vend me demokraci të konsoliduar apo në ndonjë vend perëndimor. Nëse ka, zoti Pacolli është i lirë ta bëjë publike, sidomos edhe pikën ku ka të drejtë të financohet duke lënë peng kontratën koncesionare dhe asetin, tha ndër të tjera deputeti demokrat Belin Kolliçi për CNA.